Sot foltoria është i vetmi institucion që funksionon rregullisht në Partinë Demokratike. Atë e shpiku Berisha, por po e përdor edhe Ervin Saliani. Të tjerët janë një shprehje qartë agonie dhe varfërie politike që nuk ndjellin optimizëm, por vetëm inerci. Mbledhje formale, diskutime që shuhen, vendime që anullohen, ndërkohë që foltoria është gjithmonë gati si një opsion shpëtimi, a thua se pas saj menjëherë do të ndodhë përmbysja e madhe. Në fakt, foltoria është kthyer në një metafor perfekte e opozitës së sotme. Zë shumë, substancë pak, form shumë, proces fare, emocione pafund, institucione asgjë. Aty ku duhet të fliste statuti, flet foltoria. Aty ku duhet të vendos struktura, vendos figura. Aty ku duhet përgjegjësi, mjafton një fjalim i gjatë dhe disa duartrokitje të programuara. Dhe kështu, Partia Demokratike vazhdon të funksionojë në regjimin e foltores së përhershme, jo sepse është modeli i frymëzimit politik, por sepse ka zë më të lartë se çdo organ tjetër i partisë. Derisa të rikthehen institucionet e vërteta, foltoria do të mbetet autoriteti i vetëm që as nuk zgjidhet, as nuk rrëzohet, thjesht brohoritet. Dhe ndoshta ky është problemi më i madh, kur një podium bëhet qendra e partisë, vetë partia kthehet në sallë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ju përgjigj akuzave nga opozita se është i njëanshëm në deklaratat e tij për raport progresin apo për zgjedhjet e 11 majit. Gonzato, gjatë një interviste në media, u shpreh se kritika nuk e shqetëson, ndërsa raportin e progresit e cilësoi si busullën e tij. Lidhur me zgjedhjet e 11 majit 2025, Gonzato tha se raporti i progresit ishte mjaft i qartë dhe se Bashkimi Evropian pranon se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të kryera profesionalisht, po kështu mund të flasim edhe për mangësi si përdorimi i fondeve publike, thot ai. Sa i përket drejtësisë, Gonzato përsëriti se Bashkimi Evropian beson tek drejtësia në Shqipëri pasi sipas tij reforma ishte një kriter absolut. Arkitektura që u ngrit në pavarësi të plotë është diçka që nuk duhet të preket, thot ambasadori i BE-s në Tiranë. Një tjetër temë ka të rregjur vëmendjen kësaj jave, sipas kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, partitë politike nuk raportojnë realisht financat duke cënuar transparencën dhe duke treguar boshllëqe serioze ligjore. Ndjekim një material që na ilustron këtë. Niveli ulët i transparencës financiare prej partive politike në vend sënon demokracinë. Këtë deklarat bëri përgjatë konferencës ndërtimi i besimit në votim dhe reforma zgjedhore, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili bëri të ditur se shumica e partive nuk kanë përmbushur detyrimin ligjor për raportimin e financave, gjë që sipas tij tregon një mosrespektim të detyrimeve ligjore dhe cënim të transparencës së financimit politik. Kështu në vitin 2024, 84 parti nga 135, të cilat rezultojnë të regjistruara, nuk kanë dorëzuar raport financiar vjetor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në vitin 2023 ishin 82 nga 132, 2022 83 nga 131 parti politike, në vitin 2024 38 parti politike ishin të pa aksesueshme ose të pa kontaktueshme nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për auditim për pasaktësi të adresës ose mungesë të kontakteve të tjera për të komunikuar me këto parti. Në vitin 2023 ishin 69 parti, pra mbi gjysma e partive. Celibashi vuri në duke gjithashtu boshllëqet ligjore që sipas tij dëmtojnë transparencën, ndërsa kërkojnë një ligj të ri që të miratohet brenda dhjetorit. Vlerësojmë që modeli aktual duket se nuk përmbush pritshmëritë e gjithkujt. Më së paku ky model ku audituesi ligjor paguhen nga vetë partitë politike krijon rrezik të qartë për pavarësinë e auditimit, si dhe cënon cilësinë e kontrollit financiar. Ndërkohë, në vetvete kuadri rregullator mbi financimin ka ose boshllëqe ose paqartësi. Dhe me këtë rast ilustroj se kemi mospërputhje mes ligjit për partitë politike dhe kodit zgjedhor për sanksionet financiare. Lidhur me reformën zgjedhore, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato tha se të gjitha ndryshimet duhet të bëhen me transparencë. Të kesh besim në zgjedhje do të thotë të kesh besim në institucione demokratike dhe pa transparencë në financimin politik nuk mund të ketë besim në proceset zgjedhore. Gjatë shumë viteve pra, ndër vite Bashkimi Evropian ka mbetur një partner i përkushtuar në mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të fuqizuar integritetin zgjedhor, duke nxitur transparencën, llogaridhënien dhe mos u fundmi përdorimin e sigurt dhe të përgjithshëm të teknologjive digjitale. Në këtë kontekst, ne kemi miratuar
së fundmi mburojën europiane të demokracisë, e cila u ofrohet edhe shteteve kandidata, pra nuk është thjesht një instrument vetëm për Bashkimin Evropian, pasi kjo mburoj do të ofrojë mundësi të reja për forcimin e qëndrueshmërisë demokratike, duke fuqizuar edhe shoqërinë civile që të luajë një rol më aktiv në mbrojtjen e integritetit zgjedhor. Pjesë e takimit ishin edhe dy bashkëkryetaret e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, socialisti Damian Gjiknuri dhe demokrati Erd Blykbashi, të cilët theksuan se reforma zgjedhore duhet të jetë gjithëpërfshirëse, megjithatë sipas tyre konsensusi mes palëve është shumë i vështirë. Tani, profesor Kristaq Kume, ish kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është në revista MCN, me të do të flas pikërisht për çështjen e financimit të partive politike. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Prej kohësh flitet për financimin e partive politike në zgjedhje. Çfarë mendimi keni ju për këtë çështje kur ka një dyshim të madh se financimi nuk është transparent? Financimi i partive politike është një ndër çështjet me efekte multi. Pra në disa përmasa është një çështje shumë e rëndësishme në kuptimin që efektet që sjell financimi kur nuk realizohet sipas kërkesave të ligjit. Shumë më tepër se sa gjithë të tjerët të interesuar janë ata që kryejnë aktivitete të cilat shpesh dhe jo gjithmonë janë në përputhje me kërkesat e ligjit. Pra ata të cilët lëvizin dhe ta janë prezent në jetën tonë, lëvizin atë që quhet parë pisët. Parja pisët përpara që vjen nga veprimtari kriminale, në qoftë se ajo hyn në një proces zgjedhor, nuk bën pis procesin, por bën pis gjithçka që ka del nga ky proces. Pra bën pis, si më thënë, dhe ka efekte shumë negative pastaj në të gjithë atë që ne i themi qeverisje dhe që dëshirojmë që të jetë sa më e mirë në funksion të plotësimit të interesave të çdo qytetari. Qartë. Kështu që financimi i partive politike duhet të rregullohet në mënyrë të tillë që të plotësojë në mënyrën maksimale të mundshme kushtet për të qenë në radhë të parë dhe mbi të gjitha transparent. Ndërkohë, për të mbyllur kornizën gjithë se çfarë duhet të zgjidhë një legjislacion që trajton këto probleme, unë do t'i referohesha asaj çka deklaroi para pak kohë dje ose pak dje zoti Celibashi në një takim, në një tavolinë të rrumbullak në të cilën diskutohej pikërisht për këtë çështje, pra për financimin e partive politike. Në tavolinë ishin edhe dy bashkëkryetarët e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, të cilët dhe ata shprehen mendimet e tyre për atë se çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë gjëja, dhe që për mua më e rëndësishme ishte fakti që e ka filluar punën ky komision duke patur si objektiv të parë të tija realizimin e ligjit për financimin e partive politike. Deri në fund të draftit, deri në fund të këtij viti. Zoti Celibashi, ndër të tjera tha, ligji ose legjislacioni duhet të japi përgjigje 3 pyetjeve në mënyrë shtërruese dhe shumë të qartë. Kush, kë dhe sa. Kush financon partitë politike, cila parti politike financohet dhe si financohet, me sa financohet. Të ndërtosh një legjislacion i cili do të japi përgjigje shtërruese ose do të në kuptimin që do të mbylli në mënyrën më të mirë të mundshme të gjitha shtigjet për të mos marrë përgjigje ndaj këtyre tre pyetjeve, do të thotë që të bësh atë çka kërkohet të bëhet. Okej. Në një shoqëri që do të funksionojë si shoqëri ku demokracia përfaqësuese të jetë funksionale, në një shoqëri, në një vend, siç është Shqipëria, siç jemi ne, që kërkon të jetë pjesë e familjes madhe europiane, pra të vendeve me demokraci në funksion. Qartë. Problemi është i thjeshtë, mendoj unë. Të gjithë e dinë se si funksionon skema e financimit të errët të partive politike. 1. Të gjithë e dinë se kush janë financuesit e partive politike. 2.
të gjithë e dinë se të gjitha partitë politike, pavarësisht sasisë, janë të implikuara në donacione të zeza, pra informale të financimit të partive politike. Atëherë, ose Zoti Celibashi bën naivin dhe nuk shkon në prokurit të tregoj dhe të kallëzoj se çfarë ndodh me procesin, ose jemi para faktit të një formaliteti tjetër të radhës për transparencën e munguar, por hipokrite për financimin e partive politike. Ju e jeni dakord me këtë konstatim, apo jo? Se nëse pranojmë këtë konstatim, gjendet dhe zgjidhja. Jo, nuk është për mua kaq e thjeshtë dhe kaq bardhëzi situata. Ju thoni që të gjithë e dinë dhe që të mundet kjo e gjithë e dinë pastaj të vjetë në funksion të asaj që të mos të bëhet, kjo që dinë të gjithë, duhet që të ketë prova. Është tjetër gjë se çfarë ne mund të themi dhe tjetër gjë se çfarë ne mund të gjejmë për atë që themi, pra çfarë prova mund të sjellim. Dhe për të sjellë provat, për të natyrisht duhet të kesh të ndërtuar rregullin, sipas të cilit duke zbatuar ato shkon tek prova, duhet të kesh ndërtuar institucionet, të cilat i ngarkojnë me të detyrë shoqëria. Kemi prokurorin. Për të shkuar te prova. Kemi prokurorin. Pra nuk janë thonë të thuash që të gjithë e dinë që ka paret pisët, që të gjithë e di kanë që partitë politike përdorin parën e pisët, që të gjithë e pranojnë që është kështu, por që të gjithë nuk veprojnë pavarësisht se është kështu. Ka të vërteta në to, absolutisht po, që do të thotë niveli i transparencës së financimeve të partive politike tek ne është i tillë i cili e justifikon dhe nuk ta kundërshton dot këtë që mënyrë të shtrojë problemi siç e shtruat ju, por nuk është kjo rruga për ta zgjidhur problemin. Po si? Dhe nuk ka si është rruga? Duhet që të punojmë për të mirë rregulluar kushtet e nevojshme sipas të cilat duhet të funksionojmë të gjithë për të bërë atë që duam. Pra, për të patur burime financimi dhe financim të partive politike në mënyrë sa më transparente. Dhe ky nuk është problem shqiptar, nuk është problem vetëm i shoqërisë tonë. Ky është problem i përbotshëm në të gjitha vendet të cilat e mbështesin marrjen e pushtetit nëpërmjet proceseve zgjedhore, apo jo, në procese zgjedhore ka gjithmonë ndikime dhe interferenca të atyre të cilët ligji nuk i lejon të veprojnë. Më fal, rasti i ish presidentit Francës. Po, jo, këtë duesh, pra, ndërkohë që ne demokracinë në Francë e quajmë si demokraci të dojë të shkojmë, sikur të jemi si ata, ja se çkan ata, pra, dihet që është. Por cili është veprimi që duhet bëjmë? Veprimi që duhet bëjmë është në shumë përmasa, në shumë drejtime, duke filluar në radhë të parë dhe kryesisht nga mirë ndërtimi i rregullave i legjislacionit dhe mirë ndërtimi i institucioneve pastaj që do të përcaktoj ky legjislacion dhe pas kësaj lufta dhe puna e vazhdueshme të gjithëve ne është ajo që duhet bërë për të formuar dhe për ta patur për herë të shprehur mirë direkt kulturën në zbatimin e ligjit. Pra, problemi është shumë kompleks. Aktualisht jemi në kushtet kur kemi tentuar që të mund ta ndërtojmë legjislacionin për financimin e partive politike në mënyrë që të ngushtojmë sa më shumë mundësirat për të mos interferuar në mënyrë negative parja në procesin zgjedhor. Shiko, ka një moment për shembull të cilin unë shpesh e kam dëgjuar që të gjithë e dim po pse nuk veprojnë, dhe që është interferimi parave që vijnë nga jashtë. Legjislacioni ka zgjidhur këtë punë. Në shkuptim e ka zgjidhur. E ka zgjidhur duke i dhënë hapësirë zero mundësisë së përdorimit të parave që vijnë nga jashtë, nga organizata ose nga shtetet të huaja. Po faktikisht ndodh ndryshe. Apo jo? Nuk lejohet. Por ama dhe po që se do qëndrosh në nivel legjislacionit, do të thotë mirë, ç'kërkon më shumë se sa kaq. Ja ky të ka thënë nuk lejohet. Derisa nuk lejohet, po që se ti e bën një gjë të tillë, ke konsumuar një vepër penale. Dhe po që se je në kushtet kur ke konsumuar një vepër penale, institucionet ligjzbatuese përkatëse, apo shiku prokuroria kështu me radhë, apo duhet të gjurmojnë, të identifikojnë atë shkati presupozohet se je duke ose ke konsumuar dhe të marrësh dënimin sipas asaj që parashikon ligji. Po kjo e them kështu duket shumë e lehtë,
kurse në praktikë është goxha e vështirë për të bërë një gjë tillë. Për më tepër pasaj, duke u kërkuar që gjithçkaje që ka të bëjë me financat e partive politike, siç ne dhe praktikisht e kemi në ligj të ndërtuar të tillë, ti kërkohet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, është e pamundur që të bëhet. Është një zgjidhje e cila tregon për mua deri sot. Kështu që kemi zgjidhur deri sot ne, nuk ka dhënë efekte atje ose pritshmëritë që synohet të realizohen nëpërmjet saj. Okej, dakor. Çfarë duhet bërë? Nuk mjafton ky konstatim, por duhet patjetër që të bëjmë rregullime në ligj, të cilat t'i krijojnë kushte të institucionit, nëse do të lëmë deri në fund vetëm këtë institucion që do të merret me këtë gjë, për të bërë më të mirën e mundshme dhe për të patur mundësi për ta bërë një gjë të tillë. Aktualisht nuk e kemi. Ky institucion si ka këtë mundësi për t'i bërë, pavarësisht se çfarë e ngarkon ligji që duhet të bëjë. Ashtu sikurse është dhe ajo që thatë juve. Po, duhet që krahas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në gjithë të përfshihen dhe të realizojnë detyrimet që i ka ligji institucionit zbatuese. Apo Shumë faleminderit. Mund të veprojmë kryesisht apo si të çdo vepër penale tjetër që mund të gjurmohet dhe të identifikohet, ose duke bërë kallëzim në të. Pra rrugët nuk janë një dhe vetme, por janë të shumta dhe duke qenë të shumta, tek ne në vend që të sjellin sinergjinë e bashkëveprimit, kanë sjell divergjencën. Pra, secili punon për hesab të vet dhe nuk sjellin atë që duhet dhe pritet të bëjë për të tërë. Faleminderit shumë profesor Kume për prezencën dhe mendimet tuaja. Natyrisht kjo është një çështje shumë delikate, shumë komplekse, sikurse ju thatë. Ju falenderoj që ishit në revista MCN. Unë do doja të them në përmbyllje të kësaj bisede me profesor Kumen që e gjithë fantazia jonë që supozojmë ose siç flitet biznesmen të mëdhej para zgjedhjeve çojnë valixhen edhe tek PD-ja, edhe tek PS-ja, nuk është e vërtet derisa s'është e faktuar. Pra ne duhet gjejmë atë njeriu që çon valixhen edhe te PS-ja dhe PD-ja, ose ata njerëzit, se është një grup njerëzish, dhe kryesisht këta lidhen, ose kjo fantazia, e lëm në kuadrin e fantazisë, lidhet gjithmonë me oligarkët, sepse ata, halli të ata është, dhe ata luajnë me dy porta. Luajnë dhe me atë që është pushtet dhe me atë që mendohet se do vi pushtet, kështu që duhet me gjetë provën, thot profesori, pra duhet gjërmojmë para zgjedhjeve çdo ditë, supozojmë 3 muaj ose 4 muaj përpara, gjithë ta oligarkët, ku hyn ku dalin, a dalin me valixhe ose njerëzit që gjejmë provën, se si do gjejmë provën, se në fakt korrupsioni, që është në këtë rast korrupsioni zgjedhor, vetëm kështu provohet. Ti duhet kapësh momentin kur ai jep parat atij. Pra njëra palës tjetër. Dhe profesori ka drejtu se ne s'do e provojmë dot kurrë. Por që valixha shkon, edhe këtë se themi dot që s'shkon. Por do e lëm çështje kohe, a do provohet apo s'do provohet. Më 11 dhjetor do të zyrtarizohet avokati i ri i popullit. Them do të zyrtarizohet sepse praktikisht me gjas është mësuar se ai do të jetë Endri Shabani, një nga përfaqësuesit e nismës thurje. Shabani pritet të marrë mbështetjen e Partisë Socialiste për të zëvendësuar më në fund pas kaq shumë vitesh në tejkalim të afateve të mandatit të saj e rinda balancën. Parlamenti do të votojë avokatin e ri të popullit në seancën e datës 11 dhjetor, e cila do të shërbejë edhe për votimin e buxhetit të shtetit nen për vitin 2026. Partia Socialiste nuk ka pranuar formulën e propozuar nga PD, sipas së cilës opozita do t'i sugjeronte mazhorancës 6 kandidatura për të cilave shumica do të zgjidhte 3, dhe më pas opozita do të sugjeronte vetëm një emër për votim në seancën plenare që praktikisht do të merrte dhe votbesimin e të gjithë spektrit politik në parlament. Kështu Partia Socialiste pritet të hedhë për votim të gjithë listën e kandidatëve që kanë mbledhur 28 firma dhe jo vetëm një kandidat, siç propozon dhe kërkon Partia Demokratike. Në këtë mënyrë, Endri Shabani duket se ka rrugën e hapur drejt zyrtarizimit si avokati i popullit, një kandidaturë e përfolur prej shumë kohësh si një përzgjedhje kompromisi e vetë mazhorancës për atë që ndodhi me koalicionin Nisma Shqipëria bëhet në zgjedhjet ku nga përplasja e Shabanit dhe pjesës tjetër të koalicionit u bë e mundur që Adriatik Lapaj të mos hynte në parlament dhe një përçarje e madhe të përfshinte këtë koalicion.
Por procesi nuk është thjesht një votim formal, ai tregon një problem më të gjerë. Në Shqipëri edhe institucionet që duhet të kontrollojnë pushtetin dhe të mbrojnë qytetarët, siç është avokati i popullit, kontrolli i lartë i shtetit, organet të tjera mbikëqyrëse, shpesh zgjidhen nga vetë mazhoranca që dikton politikën e saj për rridhoj. Ky është një imponim që të lë shije jo të mirë prepotence dhe autoritarizmi në shtim. Institucionet e pavarura të krijuara për të kontrolluar dhe balancuar pushtetin tani thuajse nuk ekzistojnë më. Të gjithë janë nënshtruar votës së shumicës politike në parlament, pra interesit karrierist personal që shpesh shoqërohet edhe me salltanete pasurore varësisht nga pozita që merr. Në fund të ditës, zyrtarizimi i Shabanit nuk është vetëm një emërim i një individi, por është një reflektim i qartë i mënyrës se si politika e mazhorancës mund të kontrollojë institucionet duke i dhënë një pamje legjitime, një realiteti që shpesh nuk është aq i pavarur sa pretendon mazhoranca se është.